Përshëndetje nderuar teleshikues. Në aktualitetin e sotme unë do ndalem tek këto ndryshimet e fundit, tek një konsiderat për ndryshimin në qeveri, për atë qëndrimin e Ilir Metës, i cili është një qëndrim i ekuilibruar, media do që ta përfshijë jo Iku Tahiri, jo Erdi Qafa, por Meta nga ana tjetër ka filluar fushatën. Kam edhe një palë tjetër, e cila është stoike në çadër, nuk ndryshon, qëndron derisa ti ke Dirama. Shikojmë se ç'do ndodh. Për diskutuar për këto probleme kam ftuar studio deputetën e LSI-s të nderuar Silva Çaka, që më pasuron si vicesekretar. Mirëmëngjes, faleminderit Lida. Do të ditë e verës dhe duhet të ta fillojmë edhe pak ndryshe Silva. Patjetër. Do ty ke dy gëzime në një ditë, sepse edhe Yçoq edhe ajo princesha të dhurojnë lule. Princi. 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 Po se ka vënë emrin Princi? Anuar. Se zakonisht unë kam luajtur deputetën e vjetër, ti e ke prishur stadizën. Anuar do thotë ke bashkuar. Vezullues. Jo, është një emër i një komsie tjetër, jo shqiptare për të qenë sinqert, po do të thotë vezullues. Ndërkohë që në shqip, për aq sa e kam hulumtuar unë, ekzistojnë anuarët e filozofisë ose anuarët e letërsisë që konsiderohen si thesarët. Ja, për ta kompensuar kam ftuar një profesor, Gjok Ulteta, ishte deputet i PD-s, një biznesmen shumë i suksesshëm, por edhe një njerëz që ka shkruar shumë libra, më semën në studio. E so gjetëm. Nuk e di, anuarët janë edhe ato që ruhen në ato bibliotekën e fafshme të Papës. Janë si kodikët. Si kodikët. Është më shumë se kaq. Kështu është. Unë do ta filloj me Silvën, kemi një ndryshim në qeveri, je një deputete që edhe do të votosh. Si ndjehesh ti, sepse po ta shikoj media, gati ishte skeptik. Iku Tahiri e Xhaka, një njerëz që është përballur me zi. Si ndjem në raport me ndryshimet e reja. Është disata herë në fakt që edhe kur ka patur lëvizje në qeveri qoftë nga ministrat që përfaqësojnë lëvizjen socialiste për integrim në qeveri, praktikisht nuk është se jam ndjer keq, përkundrazi, mendoj që gjithmonë duhet ketë ndryshime, zhvillime, impulse të reja, kam thënë dikur dhe vazhdoj ta them. Dhe mendoj që nuk ka asnjë gjë të keqe nëse kemi ndryshime të tilla. Edhe kaq përpara zgjedhjeve, sepse e shikoj që ka një tendencë për të thënë që çfarë janë këto ndryshime përpara zgjedhjeve. Nuk ka asnjë gjë të keqe, e shoh. Kundrazi e shoh shumë pozitive. Kështu që je dakord me atë deklaratë të ministres Kladia Gjosha dhe të ministrit Panariti që i lirë ta kryeministër, se unë shkoj më lart, them edhe Petit Vasili president. Shiko, ajo nuk është një deklaratë e cila edhe unë kam shprehur pak përpara, ndoshta pak përpara disa muajsh, dhe jo sepse e lidh figurën e kryeministrit domosdoshmërisht me zotin Meta apo me zotin Vasili apo me funksionarë tjerë të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Unë thjesht pikërisht, unë e lidh këtë gjë me objektivat e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Çdo forcë politike ka një qëllim kryesor që është ardhja në pushtet. Dhe ardhja në pushtet nuk kupton që nënkupton edhe marrjen e qeverisë, pra praktikisht edhe kryeministrin. Pavarësisht në rast se vjen vetëm apo në rast se vjen me forca të tjera në një koalicion caktuar etj. Me radhë. Kështu që nuk ka ndonjë, personalisht nuk shoh asnjë gjë të keqe, aq më tepër që zoti Meta është një nga njerëzit që personalisht vlerësojmë shumë në politikën shqiptare në të gjitha këto vite të demokracisë, le ta quajmë, dhe nuk ka, është absolutisht shumë i përshtatshëm për të qenë në postin e kryeministrit. Ka treguar se çfarë diti të bënte kur ishte kryeministër, dhe besoj që edhe kohët që ka shërbyer si kryetari i kuvendit e kanë treguar që formimi i tij politik ka pasur një zhvillim shumë të mirë dhe shumë pozitiv. Një njerëz i cili përçon mirësi, një njerëz i cili përçon konstruktivitet, qetësi etj. Zoti Uldetaj, zoti Sali Berisha ka qenë aset PD-s. Po dhe zoti Lulzim Basha e shikoj që të mbah kështu si afër. Çfarë ka ndodhur? Ne gjithmonë kemi qenë afër forcës politike, Partisë Demokratike, që nga themelimi e deri tani, janë angazhuar edhe në struktura, qoftë si antar i Këshillit Kombëtar të PD-s, qoftë si deputet, pra edhe tani domthonë si koordinator i një zone të caktuar, siç është qarku i Shkodrës, që kam ndjek zhvillimet politike, po njëkohësisht edhe organizimin e Partisë Demokratike sipas atyre udhëzimeve që kanë dalë kohët e fundit, pasi Partia Demokratike ka kaluar një proces rinovimi të plot të strukturave të saj drejtuese, dhe kjo i ka shërbyer gjithë këtyre ecurive që tashmë po kulmojnë në një të kërkesë të drejtë, do thoja,
legjitime në një kërkesë për patur zgjedhje të lira, ndershme, pasi Shqipëria gjithmonë kemi një protestë që vajte në Shqipëria gjithmonë do të migroj. Shqipëria ka qenë gjithmonë dele e zezë në këtë drejtim. Pra nëse po të shikojmë gjithë rajonin e Ballkanit, nuk ka kontestime zgjedhjesh, as në Bosnjë s'ka pas. As në Maqedoni po ta shikojnë, nuk ka probleme kontestime. As në Kosovë, as në Malzi, pra vetëm në Shqipëri pritet raportet OSBE-s, ODIHR-it e me radhë, dhe gjitha janë të nxirra. Pra Lulzim Basha ka kap një kauzë, për cilën janë gjithë dakord, që Shqipëri duhet të ketë zgjedhje të lira, ndershme, pa kontestuara. Dhe kjo nuk bëhet me një arbitër i cili caktohet nga ajo që është sot në pushtet. Për kauzën e zgjedhjeve të opozitës shqiptare dhe për çfarë një limet është treguar i kujdes. Nuk e di se keni platformën juve. Jeni dakord për që të bëhen zgjedhje të lira, apo jeni dakord me këtë format që jemi? Sigurisht zgjedhjet jo të lira nuk besoj që ka forcë politike në Shqipëri që i mbështet apo i artikulon. Kështu që unë e kam thënë edhe në një takim që ne kemi patur me bashkëraporterët e Këshillit të Evropës, ku sigurisht edhe Partia Demokratike ka patur përfaqësuesin e vet. Kjo nuk është një kaos që takon vetëm opozitës. Kjo është një kaos që duhet t'i takojë të gjitha forcave politike, të gjitha palëve politike në Shqipëri. Pasi të zhvillosh zgjedhje të lira dhe të ndershme, nuk është një gjë që e kërkon vetëm opozita, duhet të jetë një gjë që ta kërkojë dhe ta mbështesë absolutisht edhe pushteti. Vetëm se ka një diferencë midis opozitës edhe majorancës. Në qoftë se kjo gjë thjesht artikulohet dhe kërkohet nga opozita, për ne është detyrë që duhet ta garantojmë. Pra unë mendoj që opozita ka kërkesat e saj për një çështje të caktuar, siç është kjo e zhvillimit zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, ndërkohë që kjo është detyra jonë, detyra atyre që janë në pushtet për të garantuar këto zgjedhje të lira dhe të ndershme. Sigurisht edhe me bashkëpunim, edhe me dialog me opozitën. Pra gjitha palët politike, përveç se duhet të kërkojnë këtë gjë, duhet bëhen edhe garant për të arritur këto zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pra të japin kontributin e tyre secila prej tyre për të arritur këtë standard. Por ka një problem në Shqipëri aktualisht, të paktën në gjykimin tim, që ne nuk jemi duke u marrë me këto standarde, jemi duke u marrë me zgjidhjen e krizës politike që ka përfshirë vendin. Në këtë kohë, në këtë fazë unë mendoj që ne nuk kemi më kohë të zgjidhim këtë situatë absurde që kemi krijuar ne vetë, sigurisht. Unë mendoj që në këtë kohë ne duhet të ishim thjesht duke u shqetësuar për standardin e zgjedhjeve. Po ky është një akumulim edhe për fat të leadershipit të majorancës, të zotit Edi Rama, i cili njësoj si nuk i caktoj emrat, mos ta mbajmë në parim çështjen. Gjok më thot dikush të zgjedhja e qelluar Silva për ditën e verës si një vikim perfekt për këtë ditë. Nuk e di bashkosh me këtë mendim apo? Absolut. Tani të vim tek ajo. Ma ka shoqëruar edhe më. Jo, për të vazhduar atë idenë e deputetës, është vërtet që kërkohet standard. Është vërtet që duhet i garantoj majoranca qeverisja këto. Por është e vërtet që s'ka ndodhur asnjëherë. Pra, zoti Lulzim Basha mori përsipër edhe disa përgjegjësi edhe qeverisjes Partisë Demokratike që nuk janë realizuar, por në kushte një leadershipi të ri, pra është normale kërkesa që ne tulen forcat politike në tavolinë dhe të përcaktojnë standardet e zgjedhjeve të ardhshme. Sepse kjo nuk mund të bëhet nga kjo forcë politike as më tepër që gjatë gjithë këtij mandati mbahet shumë probleme të rënda të deklaruara, qoftë edhe nga ndërkombëtar, qoftë problemet e këtij parlamenti që është sot. Unë kam qenë vetë antar i parlamentit, por them drejtën, ka shumë probleme ky parlament, duke me gjithë respektin që kam për ju dhe për shumë tjerë aty, por ama kanë dalë element aty nga i parlament të cilët nuk i bojnë nder përfaqësimit as të forcave politike nga vinë, por as përfaqësimit sepse ata janë përfaqësues të popullit. Pra në këto kushte të këtyre problematikave që kanë dalë gjatë këtij mandati, por edhe të problematikave të tjera, qoftë edhe probleme të jo vetëm dekriminalizimit, por edhe të
bimbe narkotike, të një shumëzimi aq të madh, por edhe të problemeve tjera që lidhen me ekonominë. Pasi unë jam ekonomist, unë e di që ekonomia tani është pa oksigjen në konceptin tim. Jo je ekonomist, je biznesmen, je pedagog. Në qoftë se oksigjeni i ekonomisë i vjen nga 4 drejtime, po themi që janë qoftë financimet publike, qoftë investimet e huaja, qoftë eksportet, qoftë kreditimi i ekonomisë, të 4 këto probleme kanë kokën poshtë, janë në rënje dhe pra është shmaruar oksigjeni, që do thotë kjo është lidhur me fuqinë blerëse të konsumatorit, me punësimet e me radhë. Pra nuk ka një rritje të ekonomisë, nuk ka një fërmarrje të ekonomisë për të pas drejt kjo mazhorancë, kjo qeveri thotë që ne kemi qeverisë mirë të 4 vite. Pra qeverisja ka qenë në qeveriset më dobta që ka pas. Edhe atëherë. Unë po flas me terma dhe me koncepte ekonomike. Pra nuk ka investitor të huaj sot në Shqipëri. Unë kam drejtuar dhomën e tregtisë 4 vite, në atë kohë kur u apliku taksa e shesh 10%. Unë kam qenë dishmitar i gjithë vizitave, takimeve me të huaj se sa mirë e kanë prit këtë dhe pat një fluks të investimeve të huaja. Dhe jam po dishmitar tani me 15% në taksës progresive që ka patur një stepje të investitorëve të huaj, sepse ne futemi tek vendet që kemi taksat më të larta dhe kemi numër të madh taksash që aplikohen qoftë mbi biznesin, qoftë qoftë në gjithë kategoritë e bizneseve. Pra ka një numër të konsiderueshëm taksash, gjë që e ka çorientuar edhe biznesin. Dhe nuk ka rritje të punësimit. Mund të ketë një formalizim të punësuarve për efekt të sigurimeve shoqërore, që kjo konsiderohet si rritje, dhe kjo është anë e mirë, formalizimi, absolutisht, unë e përshëndes këtë pjesë, por ama nuk mund të thotë që ka rritje të punësimit ose përmbush ajo deklaratë, ai premtim elektoral që do kemi 300.000 vende pune. Absolutisht. Mund të jenë 300.000 minus vende pune. Ja, minus nuk mund t'jenë absolutisht, jo. Po mund t'jenë, sepse ne i dim to. Merë kompanitë e mëdha, a i kanë rritë numrin e punojësve, apo i kanë reduktuar numrin e punojësve. Merë kompanitë e vogla, janë kthyer ato biznese që kanë pas 3-4 të punësuar, janë kthyer në biznese familjare. 3-4 të punësuar të pa deklaruar që nuk paguani tatime. Janë kthyer në biznese familjare të deklaruara. Pra këto janë, më shumë janë biznese subsistence, që mbajnë veten, se sa biznese të cilat prodhojnë për të akumuluar dhe për të investuar. Ato nuk po investojnë. Thjesht hapin atë derën e biznesit ose dyqanit ose me radhë dhe mbajnë veten, edhe ato po e mbajnë me shpirt ndam. Tani ju jeni ekonomiste dhe këtë gjë e kuptoni shumë mirë që është e pamundur të mbash 4 apo 5 punësuar për aq kohë sa ti paguan tatime, paguan taksa. Sepse është e pamundur ta bësh këtë gjë për aq kohë sa ti pastaj do të jesh i detyruar të bësh këtë gjë tjetër që ne me ardhjen tonë në pushtet e shmangëm. Do të ikësh përsëri në informalitet. Pra nuk do të deklarosh të ardhurat, nuk do të deklarosh tatime, nuk do të deklarosh absolutisht asnjë gjë, as punonësit, absolutisht asnjë gjë. Dhe po, atëherë mund të mbash 4, 5, mund të mbash edhe 10 punësuar. Po nëse ti bëhesh i rregullt, futesh në atë hullin e formalizimit të tregut, edhe të punësimit, të gjithave unë nuk besoj që e ketë mundur të mbash 10. Nuk janë dritarë. Po një sekond, të lutem, unë të dëgjova dhe nuk të ndërpreva. Të lutem. Faleminderit. Ndërsa për sa i përket punësimeve, nuk mund të thuash absolutisht që nuk janë 300.000 vende pune minus. Absolutisht jo, nuk e them do. Unë vi nga një qark. Po them saktësisht minus, po nuk ka asnjë plus. Shiko, të lutem. Do të kisha shumë dëshirë që të mos më ndërprisje, sepse unë nuk e ndërpreva. Unë vi nga një qark i vogël i cili praktikisht punësimi nuk është se sigurisht e ka prioritet, por nuk është se ka ndonjë e thatë ju dhe unë do doja që t'ju mbështesja. Absolutisht në Shqipëri nuk ekziston një klimë e mirë për biznesin. Dhe ky qark nga i cili unë vi dhe përfaqësoj nuk është se ka ndonjë biznes kush e di se sa të zhvilluar. Jam shumë dakord, jam shumë e ndërgjegjshme për këtë gjë. Mirë po, jam një nga ato njerëzit të cilët janë përpjekur maksimalisht që të çojë diçka të re në zonën që përfaqësoj. Dhe ka shumë aktualisht qarku i Beratit, do të marr vetëm këtë si qark, ka biznese fasone të cilat janë hapur që pas 2013-s, ka mënyra të ndryshme, sidomos turizmi ka pësuar goxha zhvillim, hotele të reja, mundësi të reja për punësim. Biznesi agroshqimor ka qenë shumë i zhvilluar. Kështu që ka qenë absolutisht ka qenë. Por që s'po merr ritëm. Jo, një sekond, të lutem.
Unë në raport me këtë gjë dhe kur e them për këtë qark që është kaq i vogël dhe ju e dini shumë mirë që gjatë kohës që forca juaj që përfaqësoni sot ose që keni përfaqësuar dikur ishte në pushtet, edhe pse ne kishim 4 deputetë të cilët bllokuan për 4 vite me radhë buxhetin, përsëri nuk investoi as edhe 1 cent për qarkun e Beratit. Kështu që për ato 4 vite do doja shumë që të paktën të kishe mirësinë dhe të prisje dhe të duroje që të shikosh se çfarë po bëhet atje. Ka 4 vite që nga 2013 dhe tani dhe absolutisht ka një ndryshim të jashtëzakonshëm, duke filluar nga rruga, e cila e përfaqëson gjithë qarkun dhe deri më dje ka qenë xhep në hartën e Shqipërisë, sot nuk është më. Sot lidhet me Përmetin, shumë shpejt do të lidhet edhe me Korçën, edhe fal investimeve që janë bërë nga projekti TAP, besoj ju keni dieni, e tjera me radhë. Po, unë jam dakord me ju në momentin që themi që nuk është një klimë shumë e mirë për biznesin aktualisht, dhe sidomos për investimet e huaja, nuk është klima më e mirë dhe optimale që duhet ishte. Pse? Por, ja pra ta them një sekond. Por mos harrojmë që dhe rritja ekonomike nuk ka qenë ajo e viteve të përparshme. Madje meqense ju merreni dhe me studime, besoj që ju e kuptoni shumë mirë që edhe Kina, që është një nga superfuqitë botërore, 2017 ose 2016 nuk e ka pas një nga vitet më të mira të vetën për rritjen ekonomike. Rritja ekonomike ka qenë shumë më e ulët, nga vitet e kaluara. Lidhja me pjesën botërore ka lidhje me vitet 2008, 2009, maksimumi 2010. Do t'ju sugjeroja që të lexoni botërore, e cila shtrinja 2 vite mrapa, domethënë nuk ka lidhje fare. Tani ne jemi neto, si më thënë. Unë ju sugjeroj që të lexoni raportin e fundit për Kina dhe nuk e ka pas rritjen ekonomike ka pas shumë më të vogël se vitet e tjera. Ashtu edhe vendi Kina e ka të vogël edhe kur e ka 10% rritjen ekonomike. Po mirë, sigurisht unë po flas në raport me vitet e tjera, nuk po flas në raport me ne. Por që po themi Gjermania ka rritjen e madhe ekonomike kur e ka edhe 1.5%, e 2%. Kurse ne duhet ta kemi rritjen 6, 7, 8% që të jemi të krahasueshëm me 1%. Kur e kemi patur aq? Po e kemi pas. Kur? E kemi pas rritje ekonomike edhe 8%, edhe 10%. Asnjëherë. Po e kemi pas, absolutisht. Ma kemi pas edhe në presion të rritjes ekonomike kemi qenë, sepse kanë qenë ato momentet e para tranzicionit që kanë reflektuar rritja ekonomike kur shifrën 5%. Por rritja normale në Shqipëri ka qenë 3-4%, domethënë rritja e konsoliduar. Sa është aktualisht? Aktualisht më pak se 2. Jo, nuk është më pak se 2. Absolutisht po. Nuk është më pak se 2. Një kolege juaja ma ka pranuar, jo, absolutisht. Apo atëherë bie që edhe ju I keni manipuluar shifrat për tash. Nëse shkojmë në këto. Ne flasim për shifrat që certifikojnë një kolege juaja ma ka pranuar. FMN-ja, Banka Botërore. Kjo është një shifër e ndalë nga FMN-ja dhe e pranuar edhe nga kolegët tuaj me cilët kam qenë. Nuk e klasifikojnë Shqipërinë më shumë se 2%. Unë e di që shumë mirë. Ndërsa shifrat tjera, të rrumullakosura, të sheqerosura, të rregulluara domethënë janë. Shifrat e deputetëve e Beratit. Do vesh kur zotën pra. Po. Çfarë gjë kanë më shumë ata qytetarë? Më thjesht. Pse do ta marrim neve me Kinën, me ndërkombëtare, me kombëtare? Jo, unë e marr thjesht për një aspekt krahasues. Ata banorë atje, sipas teje. Po. E marrin I kanë 2500 lekë më shumë se sa para 4 vitesh. Ata banorë atje kanë më shumë punë. Dhe për këtë jam shumë e sigurt. E thash edhe pak më përpara, atje janë hapur fronte të reja pune dhe janë fronte të punësimit në kompani private, jo në administratë publike. Me një kthim të vëmendjes së Ilimec. Ka një përqendrim të LSI-s atje dhe një përqendrim një bastion të shfrytëzojnë edhe ministrat shfrytëzojnë influencat që kanë domethënë, por mos e lidhë me Beratin, mos e lidhë me Beratin. Nuk e njoh situatën me Beratin, sepse ne e dimë që ka një përqendrim në Berat, sepse atje është bastioni I LSI-s. Unë jam ftuar këtu si deputet e atij qarku, e para edhe dy deputet në një qark të vogël, dy deputet nga një forcë politike, do thotë që duhet të ketë 2-3 dalë dhe kërkoj votën për Lëvizjen Socialiste për integrim. Jo vetëm në qarkun e Beratit, por shembullin e Beratit ne e japim kudo dhe prandaj është ajo që diskutova. Unë prandaj dua që Lëvizja Socialiste për integrim të ketë nesër pushtetin dhe kryetari I saj të jetë kryeministër. Për këtë arsye, sepse shoh që qarku I Beratit, I cili ka qenë nën kujdesin e Lëvizjes Socialiste për integrim, qarku I Beratit ka pasur një lulëzim të jashtëzakonshëm. Kështu që unë shpresoj që këtë lulëzim ta ketë edhe Shqipëria. Për diversion ne na pëlqen. Për diversion ne na pëlqen kjo, domethënë për diversion brenda mazhorancës, por jo, nuk ka lidhje fare me diversionin brenda mazhorancës. Jo. S'ka lidhje fare me diversionin brenda mazhorancës. Përkundrazi, madje kjo është një mazhorancë e cila ka realizuar reforma të jashtëzakonshme. Dhe për këtë nuk besoj që është realizuar të paktën në atë mas që është realizuar reforma në drejtësi e bllokuar jo prej mazhorancës, është realizuar reforma e zhdukjes së informalitetit,
është realizuar reforma e informalitetit në energji elektrike. Sot nuk kemi, praktikisht kemi shumë pak njerëz të cilët vjedhin energjinë elektrike. Më përpara dini ju shumë më mirë se unë se si. Është më bukur. Jo. Nuk e di se nuk e kam realizuar. E di çka ka ndodhur në realitetin shqiptar dhe në ekonominë shqiptare. Ekonomia është kthyer në hing, tash është përqendruar, domethënë dhe s'ka nevojë më. Deri tash ka qenë shosh që pikonte për të gjithë, tash është kthyer në hing, ai në tub. Edhe shkon gjithë direkt në një vend. Jo, që shosh në fakt. Jo, nuk ka lidhje fare. Jo, shikoj edhe ne kemi banariti nuk ka. Ne po themi, banaritin e kam mik. Ne po flasim për një mazhorancë, po nuk mund të ushtroj mirë detyrën një ministër kur ka një kryeministër që njeh ekonominë. Bido. Ne jemi në qeverisë dhe pra që kosa jemi në qeverisë kemi dhe në përgjithësinë tonë në mënyrë proporcionale me pushtetin që edhe kemi. Që administronin. Po sigurisht, sepse unë nuk pretendoj që Lëvizja Socialiste për Integrim të ketë përgjegjësi për gjërat që nuk i ka kryer. Kështu që në lidhje me atë që tha zotëria për shoshën e ekonomisë, unë mbaj mend para shumë vitesh përpara se ju të vinit në pushtet në 2005, atëherë po. Po duhet të kujtoj se çfarë paraja ka qenë një parë e pist, e ardhur nga droga, e ardhur nga korrupsioni, e ardhur nga krimi, pastrim po flet për këtë periudhë apo? Jo, po flas për një periudhë përpara se ju të vini në pushtet. Para janë remitancat, janë para të emigrantëve që kanë në Shqipëri, ato nuk janë para të gjithë shqiptarët, po ti pyesësh thonë një periudhë caktuar që nuk duhet përmendem, edhe në atë kohë ne kemi pas lek, sepse nuk e dini se nga vinte leku. Jo, e di sa kanë qenë remitancat? Jo, nuk e di, nuk e kam. Kanë qenë 900 milion euro që vinin nga emigrantët që mbanin familjet e tyre këtu. Dhe sot remitancat kanë ra sa? Jo më jo, 200 milion. Po se ka mund se nuk dërgojnë më emigrantët, apo s'kemi më emigrantë? Nuk dërgojnë më, sepse... Dhe kjo është faji shtetit shqiptar, sigurisht. Jo, nuk është faji shtetit, sepse faji shtetit është që nuk i ka bën që të fillojnë të punojnë këto që janë këtu. Që të hapë fronte pune dhe të punojnë. Po pse atëherë i kishin fronte pune dhe gjithsesi ata zgjidhnin të punonin në Greqi. Do të ndërtonin shtëpi, po nuk vinin të punonin këtu. Ti e di shumë mirë sa punishte... Remitancat janë një tregues shumë i mirë i asaj që kur nuk ka punë në Shqipëri. Pra aq kohë sa ti ke kaq shumë të ardhura nga emigrantët, do të thotë që ti s'ke punë në Shqipëri dhe shkon të punojë. Po të marr vetëm Beratin që ti e njeh mirë, dhe unë njoh disa nga ato bizneset e agroindustrisë atje, të cilat kanë kapacitete prodhuese për të marrë gjysmën e tregut shqiptar. Me çfarë kapacitete prodhuese punojnë ato sot? As 10% kapacitetit prodhues, të cilët kanë bë punishtet fabrikat e merrall. Ç'a tregon kjo? Kjo të regon se... Edhe një herë. Biznesi madh është i zhytur në këtë. Ulja e remitancave nuk është absolutisht faji i shtetit shqiptar, por kundërzi për mua është tregues që është mungesa e besimit që kanë njerëz për të sjellë lekë këtu. Dhe po i ndërtojnë jetën e vet, po i marrin edhe prindë po i çojnë atje, po i marrin edhe vëllezërit dhe po i çojnë atje. Nëse deri dje kanë besuar që do çojnë lekë dhe ti fusin punë ato lekë, të bëjnë shtëpinë, bëjnë. Ju vini nga një zonë e cila njihet shumë për emigracionin. Ju vini nga një zonë, Shkodër, Kukës, Tropoj, etj. Me radhë, pra veriu i Shqipërisë. Më shpjegon... Emigracioni është në gjithë Shqipërinë, nuk ka... Mirë, po e kam emigracionin... Qëse ka një zonë që është popullu më shumë është Berati. Sepse ju hojtë e një deputet. Që ka nik nga Berati, ka nik. Si mund të hiqet një deputet tani kur rritet numri i popullsisë apo më habisni? Ku është rrit numri i popullsisë? Në qytet. Po ju po më thoni, pra ajo është kthyer popullsia. Një telesikus. S'është rrit numri. Ministrat e Industrisë e kanë kontestuar më rënd se sa vetë opozita këtë qeverisë. Mos e vini në pozitë silme. Jo, më jo. Telesikus o bej do të lutem, unë vjem në pozitë për të tjera gjëra, nuk vjem para në pozitë për gjëra, absolutisht. Ne për jam shumë ndërgjegjshme. Jam shumë ndërgjegjshme për gjithë punën e Lëvizjes Socialiste për Integrim. LSI-ja është një forcë politike që funksionon me një drejtim vertikal. Dhe ne e dim shumë mirë që çdo ministër, çdo deputet i LSI-s që bën një deklarim nuk e ka personale. E ka më pak personale se çdo deputet tjetër. Dhe çdo kontestim që bën një ministër për kryeministrin ose për qeverisjen, një deputet e me radhë, kjo është opinion i vetë forcës politike të LSI-s, të cilë nuk ka të keqe, ka të mirë, por atë keqen s'du ta bajnë atë shumë mbi shpinë, domethënë. E keni shumë gabim. Është absolutisht shumë e gabuar. Jo, është shumë e gabuar. Unë madje kam bërë një deklaratë përpara ca kohësh, e cila sigurisht nuk u mirëprit fare në gjirin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, nëse do ta dish.
E kam bërë personalisht vetë atë deklaratë dhe nuk është mirë pritur fare. Nuk dua as ta përmend tani se cila deklaratë ishte, pak rëndësi ka. Po ta kesh shumë të qartë që ka brenda Lëvizjes Socialiste për Integrim është një grup shumë i mirë, ne jemi një grup shumë i mirë që funksionon në një mënyrë shumë të koordinuar. Dhe këtë nuk duhet absolutisht as ta mohoj dikush, as të hedhim bal. Ka një tavan, merr aty tavani ju lëvizni. Sigurisht ka një tavan. Kaloj zile kokën sipër herë. Ka kryesi prej 33 antarësh, të cilët sigurisht kanë të drejtën e tyre dhe nuk e heq askush të drejtë për të thënë mendimet e tyre personale. Është tjetër gjë se si zgjedhim të shfaqim këto mendime personale pastaj në publik. Po flasim për opinione politike të natyrës si bëjnë lajm. Po flasim për opinione politike të natyrës si bëjnë lajm. Atë që tha Lefter Koka, atë që tha Panariti, atë që tha Manjani, atë që tha Vangel Tavo, ne po flasim atë që tha Petrit Vasili, ne po flasim për opinione politike. Mirë më mirë, që ka thënë prindi sa të vi Meta, mos flisni herë se kthehet Meta nga. Po lema, kjo është muhabet kot. I ke shumë gabim. Tani ose nuk e keni lexuar ose u kanë shumë gabim se nuk e. Tash edhe herë ne po flasim për opinione politike të deputetëve, të ministra me radhë që përbën lajm në media. Ajo që përbën lajm në media, ajo është opinioni i forcës politike, nuk është opinioni individual. Mendimi im, siç e njoh unë pjesë, siç e njoh politikë. Si që njoh politike në më I njëfke shumë pak të pak në përfaqësues e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Po njoh gjithë njoh. Po pra, i njëfke. Ideja ishte që unë bëra një deklaratë e cila nuk ishte qëndrimi i grupit politik. Dhe ju thash edhe një herë nuk është mirë pritur fare si deklaratë. E njëjta gjë ndodhi edhe me të tjerë. Ne sigurisht në mbledhjet e grupit ton parlamentar pa diskutim që kemi mendimet tona personale. Është tjetër gjë se si zgjedhim, pastaj të dalim me një qëndrim të unifikuar. Sepse pra shkos ai një forcë politike. Mendimi personal i një deputeti është mendimi i forcës profesionale. Absolutisht. Si? Mendimi personal, ja kam këtu, me dhe fotografin të në të shoqëruar, më thot, mendimi personal i një deputeti është mendimi i forcës së profesionale. Unë do të vi përsëri në studio dhe do të them mendimin tim personal dhe atë që do të realizohet dhe do të shikosh se ka qenë apo s'ka qenë pastaj. Do të bëj një pyetje. Po do të vi përsëri jo sot. Do të bëj një pyetje tjetër. Gjithë media sot ishte fokusuar. Rama nuk lëshon marrëdhënie me Ilir Metën. Dhe të gjithë argumentonin, analistët edhe të gazetarët madhe dhe gazetarët të tjera, sepse ai në vend të ai vuri Gjafën, i cili ishte njeriu që është kontestuar më shumë ose është përplasur më shumë me Metën për reformën e drejtësisë. Ka të vërtetë në këtë. Unë nuk e shoh kështu, as raportin as atë çfarë Meta mund të ketë shfaqur kundrejt Gjafës, as atë çfarë Gjafa ka shfaqur kundrejt Metës. Sigurisht në një proces i cili realizohet me bisedime, me diskutime mes palëve, nuk do të ketë gjithmonë të njëjtat mendime. Edhe reforma në drejtësi duhet ta risjell në vëmendje që deri përpara 21 korrikut ka pasur ato mënyrën e vet se si u zhvillua, se nuk dua të them përplasje, se është fjalë e madhe shumë, edhe ka konotacion negativ. Jo, më po ka dhe konotacion negativ përplasja. Mund të themi që ka patur mendime të ndryshme, por jo përplasje. Ka pasur oponencë. Kështu që sigurisht dikush përkrah një mendim, dikush tjetër përkrah një mendim tjetër. Unë nuk e shoh fare sikur Gjafa i ka shkuar përkundër Metës apo Meta i ka shkuar përkundër Gjafës apo kushdo tjetër. Ka një mendim caktuar, zoti Gjafa është jurist, Meta është kryetari i parlamentit dhe secili prej tyre ka mendimin e tij politik në lidhje me reformën drejtësi, në lidhje me implementimin e reformës në drejtësi. Kështu që nuk shoh se ka ndonjë problem. Ky nuk është ndryshim, ky nuk është ndryshim qeverie. Ky është një ndryshim për keq. Dhe ky është një ndryshim me shty kohën. Dhe është një ndryshim i imponuar nga mrena mazhorancës dhe nga ato siç e deklaroi edhe ka tre faktorë. Çfarë sjell ky ndryshim? Është tagër ekskluziv i kryeministit, nuk unë mund ta quaj ndryshim edhe lëvizjen e Manjanit me Vasilin mund ta quaj ndryshim, sepse janë të dy të një sfere politike të pa kontestuar me radhë. Po unë nuk quaj ndryshim të heqësh atë që deri dje e ke majt ministrin më të mirë, më i famshmi, kampioni i gjithë ministrave të gjitha kohërave dhe tash ta hedhish për arsye të brendshme, domethënë do të imponuara. Por ka dy opinione, edhe gjurmë çojnë në çadër në kuptimin e saj, edhe imponimi nga ajo çadra e lirisë atje që s'lëviz atje pa ik Edi Rama. Por është edhe imponimi i brendshëm dhe lufta e klaneve të brendshme që ka çuar në atë ndryshim të keq. Ai është një ndryshim shumë i keq. Mbase ju dini më shumë se unë nuk e komentoj fare këtë gjë. Kërkoj mendimin e Silvës, e kanë të rishikues. Shkohet në opozitë, shkohet në zgjedhje pa opozitë? Jo, absolutisht jo.
Ky është mendimi jot. Po, mendimi im personal. S'ka zgjedhje pa. Po s'ka zgjedhje pa opozitë. Dhe jo vetëm personal. Nuk luhet me një portë, luhet me dy porta. Beto rrezikohet jashtëzakonisht shumë demokracia, në qoftë se në çdo zgjedhje vetëm në Shqipëri nuk ke opozitë. Aq më tepër që edhe kodi zgjedhor 50% të komisioneve i kryeson komisionerët, i kryeson opozita dhe 50% i kryeson rrezikon partia Çame Silva? Kush? Partia e Zotit Shpëtimit Drizit, partia Çame. Çfarë na rrezikon? Jo, au rrezikon në këto zgjedhje. Sepse kërkon të marrë komisioner, kërkon të marrë ministër, bën një presion. Kjo është një garë në të cilën secila prej forcave kërkon maksimumin për përfaqësuesit e vet. Kështu që me rrezikime, po aq sa na rrezikon edhe Partia Demokratike, po aq sa mund na rrezikojë edhe Partia Socialiste, po aq sa ne i rrezikojmë ata. Është një raport i ndërsjellë, kështu që nuk e shoh na rrezikojë. Po. Nuk e kam ndërprerë ndonjëherë për të qenë sinqert, përveç se një periudhë kur pata disa zhvillime të mia. Jo, desha më thënë për Çamët. A disa rrezikojnë Çamët derisa të shkojnë në zgjedhje të tjera. Aq rrezikojnë ato. Aq e kanë rrezikun ata. Sepse ata janë produkti i joni. Ata kanë ikë nga ne, kanë shkuar atje, kanë bërë. Po ndërpasi deputet në firmë, kanë prodhuar Vershilën, Shpëtimin, Omerin, sheshje e Mejdani janë në zgjedhjet që do vinë. Fjalë fundit për çadrën. Nuk mund të rrezikoj për çadrën. Çadra po funksionon në mënyrën më të mirë të mundshme. Unë po themi diçka dhe po e them me përgjegjësi. Janë organizuar disa herë protesta, mitingje me radhë. Dhe ndoshta kemi pasur edhe vështirësi edhe për t'i organizuar, për t'i sjellë. Po them që kësaj radhe dhe në gjitha radhët që vinë sipas degëve ka një fluks dhe ne po i reduktojmë. Dhe ne po i reduktojmë. Dhe dikush është mendimi. Isha në një aktivitet para 3 ditëve dhe dikush ishte kërkesa e njerëzve. Mos lëvizni nga aty pa ikë Edi Rama. Po lëvizët, ne do majmë qëndrim ndaj jush. Dhe duke qenë ky lloj opinioni atje poshtë, ajo çadra një dira Bilbilit, Lulzim Basha, ajo çadër shpërndahet në gjithë bulevardin Dëshmorët e Kombit, në çdo kohë gjithmonë paqësore, demokratike, por jo me këtë kryeministër për të krijuar standarde. Debat që nga datë, që ishte interesant, unë vazhdojnë këto pyetjet e teleshikuesve, më mbytën Silva, më thonë që nga dje... Me Silven e pas kanë. Që nga dje i driti, thot i bie qemanesë, është lojë rëndë, çfarë institucion tashmë mos na tradhton. Ja, absolutisht jo. Faleminderit që këta studio. Të nderuar teleshikues, ne ishim studio me Silva Çakën, me këtë deputet të LSI-s, me këtë vajzë që gjithmonë po na bind që jo vetëm ka forcën e debatit, por ka dhe një karrierë të gjatë, një udhëtim të gjatë me LSI. Ishim në studio me zotin Gjokur Dedaj, me këtë ekonomist, profesor, me këtë njeri me shumë titull, por edhe një njeri që ditë analizoj ekonominë ashtu siç di Gjoka, siç ka bërë libra. Faleminderit. Faleminderit. I faleminderit ndërmjet të shikosh.